Incidenti me një dron të armatosur dhe objektin e panjohur që goditi një avion në aeroportin e Leipzigut në Gjermani ka rikthyer në qendër të vëmendjes një nga kërcënimet më të vështira të sigurisë evropiane, përdorimin e dronëve si armë të luftës hibride. Alarmi nuk lidhet vetëm me një incident të izoluar. Në muajt e fundit, dronë të dyshimit janë shfaqur mbi baza ushtarake, aeroporte, centrale bërthamore dhe objekte të tjera të infrastrukturës kritike në disa vende evropiane. Nëse këto episode do të ishin thjesht shkelje të rastësishme të hapësirës ajrore, shqetësimi do të ishte shumë më i kufizuar, por shpeshtësia, vendodhja dhe mënyra se si janë zhvilluar disa prej tyre ka ngritur një pyetje shumë serioze në kryeqytetet evropiane. Apo teston dikush sistematikisht mbrojtjen e Evropës dhe të NATO-s? Sipas të dhënave të raportit më të fundit të Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, nga gushti 2024 deri në shkurt 2026 janë regjistruar të paktën 144 incidente serioze me dronë mbi baza ushtarake, objekte bërthamore dhe aeroporte në më shumë se 12 vende evropiane. Rreth 48% e incidenteve kanë ndodhur mbi instalime ushtarake, 26% mbi infrastrukturë kritike, ndërsa 18% mbi aeroporte civile. Shifrat janë veçanërisht domethënëse për Gjermaninë, ku janë regjistruar 58 incidente, e ndjekur nga Belgjika me 25, Danimarka me 16 dhe Holanda me 9. Por ajo që të shqetëson më shumë nuk është vetëm numri. Në disa raste dronët janë shfaqur mbi objekte me rëndësi të drejtë për sigurinë kombëtare të NATO-s. Bëhet fjalë për baza ajrore, objekte ku ruhen armë strategjike, instalime bërthamore dhe pika të rëndësishme të logjistikës ushtarake. Kjo krijon një skenar shqetësues se dikush mund të jetë duke testuar kohën e reagimit, kapacitetet e zbulimit dhe dobësitë e sistemeve evropiane të mbrojtjes. Droni nuk ka nevojë të shkatërrojë një objekt për të përmbushur misionin e tij, mjafton të vëzhgojë, të regjistrojë, të mbledhë të dhëna dhe të largohet. Në një konflikt të mundshëm, informacioni i mbledhur sot mund të përdoret për një sulm nesër. Në Mbretërinë e Bashkuar, dronë janë parë mbi RAF, Lakenheath dhe bazat të tjera ushtarake amerikane. Në Francë janë regjistruar fluturime të koordinuara mbi bazën detare Île-et-Longe, ku ndodhen nëndetëse bërthamore franceze. Në Belgjik, një grup prej 15 dronësh është parë mbi kampin ushtarak Elsenborn dhe mbi bazën ajrore Kleine-Brogel. Në Zvicër, autoritetet janë vënë në alarm pas raportimeve për dronë pranë centralit bërthamor Güsgen. Dhe më pas janë aeroportet. Miniu, Berlini, Bremeni, Brukseli dhe aeroportet të tjera evropiane kanë përjetuar ndërprerje të operacioneve pas shfaqjes së dronëve. Problemi është i qartë se një aeroport modern mund të paralizohet nga një pajisje relativisht e vogël. Nuk nevojitet një bombardim apo një raket, mjafton një dron që shfaqet në vendin dhe momentin e duhur. Incidenti i Leipzigut e bën situatën edhe më shqetësuese. Aeroporti nuk është thjesht një qendër civile, ai ka rëndësi të madhe logjistike dhe përdoret edhe për transportin e ngarkesave të lidhura me mbështetjen ndaj Ukrainës. Në një nga incidentet e fundit, një dron i armatosur u pikas pranë avionëve ukrainas Antonov. Sipas raportimeve, droni fluturonte ulët dhe në mënyrë të dyshimt. Një punonjës civile vuri re dhe ndërhyrja e tij ndihmoi që pajisja të mos arrinte te objektivi. Por pikërisht këtu qëndron paradoksi. Në një Evropë me sisteme moderne të radarëve, satelitëve dhe mbrojtjes ajrore, një kërcënim potencialisht vdekjeprurës u zbulua nga një qytetar në terren, dhe kjo ngre pyetjen e pashmangshme: çfarë ndodh nëse herën tjetër droni nuk zbulohet? Një nga hipotezat që po shqyrtohet nga autoritetet evropiane lidhet me përdorimin e anijeve të flotës në hije ruse. Anije të tilla që lundrojnë në detin Baltik dhe detin e Veriut mund të ofrojnë një avantazh të rëndësishëm, mundësinë për t'u afruar infrastrukturës kritike bregdetare pa pasur nevojë për një bazë toksore. Nëse dronët lëshohen nga deti, identifikimi i operatorëve bëhet shumë më i vështirë. Kjo është pikërisht natyra e luftës hibride. Sulmi nuk vjen domosdoshmërisht me uniforma, tanke apo raketa. Mund të vijë nga një pajisje e vogël, e kontrolluar nga distanca, ndërsa autori i saj mbetet në hije. Për këtë arsye, disa zyrtarë evropian dhe amerikan kanë paralajmëruar se Rusia mund të jetë duke testuar reagimin dhe kohezionin e NATO-s. Kreu i ushtrisë gjermane, general-lejtnant Christian Freuding, ka paralajmëruar se Rusia mund të fitojë aftësinë për të kërcënuar drejt për drejt vendet e NATO-s brenda viteve të ardhshme. Vlerësime të tjera perëndimore e vendosin fundin e kësaj dekade si një periudhë të mundshme rreziku për një përshkallëzim të madh. Por problemi nuk është vetëm mundësia e një pushtimi klasik. Një sulm hibrid mund të nisë shumë më herët. Ndërprerja e energjisë, sabotimi i kabllove nënujore, sulmet kibernetike, dezinformimi, ndërhyrjet në infrastrukturën kritike dhe dronët mund të jenë pjesë të njëjtës strategji. Kjo është arsyeja pse incidentet me dron po trajtohen gjithnjë më shumë si çështje të sigurisë kombëtare dhe jo si shkelje të rregullave të aviacionit. Kjo është pyetje që po bëhet gjithnjë më vështirë për të shmangur. Problemi kryesor është se sistemet tradicionale të mbrojtjes ajrore janë projektuar kryesisht për kërcënime më të mëdha dhe më të shtrenjta. Një raketë mund të kustojë miliona, një dron sulmues mund të jetë shumë më i lirë.
Në Gjermani, ndryshimet ligjore po synojnë t'u japin autoriteteve më shumë hapësirë për të ndërhyrë kundër dronëve që konsiderohen kërcënim. Në infrastrukturat kritike po përdoren gjithnjë më shumë sisteme që mund të zbulojnë, identifikojnë dhe neutralizojnë dronët përpara se të arrijnë objektivin, por gara sapo ka filluar. Një nga projektet më ambicioze evropiane është ideja e krijimit të një muri dronësh përgjatë kufive lindor të NATO-s. Nuk bëhet fjalë për një mur fizik, por për një rrjet të integruar sistemesh mbrojtjeje, sensor të zbulimit të hershëm, radar, sisteme të luftës elektronike, mjete të ndryshme interceptimi dhe teknologjitë të tjera duhet të funksionojnë si një sistem i vetëm. Qëllimi është që një dron të mos zbulohet vetëm pasi të ketë hyrë në hapësirën ajrore të një vendi, por shumë më herët, Komisioni Evropian ka propozuar gjithashtu masa të tjera për forcimin e sigurisë së dronëve dhe sistemin kundër dron, përfshirë përmirësimin e zbulimit, identifikimin më të mirë të pajisjeve dhe forcimin e mbrojtjes së infrastrukturës kritike. Edhe teknologjitë 5G po shqyrtohen për përdorimin në zbulimin e objekteve që fluturojnë në lartësi të ulët. Pra përgjigjja evropiane po kalon gradualisht nga reagimi ndaj incidenteve drejt krijimit të një arkitekture të përhershme mbrojtjeje, por ajo që po e frikson Evropën është mundësia që një teknologji të kalojë gjithnjë më shumë nga fronti i luftës në territorin e vendeve të NATO-s. Një dron mbi bazë ushtarake mund të jetë një mjet spionazhi, një dron mbi një aeroport mund të jetë një sabotim dhe një dron i armëtosur mund të jetë një armë, dhe një seri dronësh të koordinuar mund të jenë pjesë e një operacioni më të madh destabilizues. Kufiri mes paqes dhe luftës bëhet gjithnjë dhe më i paqartë. Incidentet e fundit nuk do të thonë domosdoshmërisht se Evropa ndodhet në prag të një sulmi të drejtë për drejtë rus, por ato tregojnë se infrastruktura evropiane është tashmë pjesë e një mjedisi shumë të rrezikshëm sigurie, nga bazat ushtarake te centralet bërthamore, nga aeroportet e portet. Objektivat janë të shumta dhe hapësira për t'i mbrojtur është gjigante. Kjo e bën dronin një armë ideale për luftën hibride. I lirë, i vogël, i vështirë për t'u zbuluar dhe potencialisht shumë shkatërrues. Pyetja nuk është nëse Evropa do të përballet me këtë kërcënim. Pyetja është nëse do të arrijë të ndërtojë mbrojtjen e duhur përpara se një incident të kthehet në një sulm të vërtet, sepse herën tjetër mund të mos ketë një shofer autobusi që të vërej dronin në kohë.